Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mbrëmsores. Sot është e premtë, jemi në javën e 12 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hymë eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia atit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu të ashtë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Në orën 11 të kaluara merr dita drejt nga mbrëmja, të gjithë me qejf të shpalosim këngën që na thot zemra. Kaloj puna e ditës, ku o Krisht na kishe mbledhur, jepu bujqve të vreshtit, dhuntit e lumnis që u premtove. Ata që i thërret me pak e që i shpërblen në të ardhmen, ne në punë ndihmona e narim këm pas pune. O Krisht mbret krejti drejti, ty e atit ju qoft lavdia, me shpirtin ngushëllimtar, ndër shekujt e amshuar. Amen. Antifona e parë, çdo ditë të bekoj o Zot, i kujtoj veprat e dashurisë sate. Psalmi 145, pjesa e parë. Lavdi lart madhërisë hynore. Do të lartësoj o mbret hyj im, dhe do ta bekoj emrin tënd për gjithmonë e jetë. Çdo ditë do të bekoj dhe do ta lavdëroj emrin tënd për gjithmonë e jetë. Zoti është i madh e i lavdërueshëm, e pashqyrtueshme është madhëria e tij. Breznia breznis do t'ja tregoj veprat e tua dhe do t'a shpallin pushtetin tënd, do t'a shpallin madhërinë e shenjtërisë sate, do t'i tregojnë mrekullitë e tua. Do t'a tregojnë fuqinë e veprave të tua të tmerrshme, do t'i kumtojnë veprat e madhërishme të tuat, do t'a përhapin kujtimin e hirësisë sate të madhe, do t'i brohurisin drejtësisë sate. Zoti është vetë butësia e mëshira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhemshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdërojnë o Zot të gjitha veprat e tua, e le të bekojnë shenjtrit e tu. Le ta tregojnë lavdinë mbretërisë sate, le të kuvendin për pushtetin tënd. Për t'ua shpallur njerëzve gjithë pushtetësinë tënde dhe lavdinë e madhërisë së mbretërisë sate. Mbretëria jote është mbretëri e amshueshme, pushteti yt prej breznie në brezni. Lavdio atit e birit të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Çdo ditë të bekoj o Zot, i kujtoj veprat e dashurisë sate. Antifona e dytë. Sytë të gjithëve janë drejtuar me shpresë te ti o Zot. Psalmi 145, pjesa e 2. Mbretëria jote është mbretëri e amshuar. Besnik është Zoti në të gjitha premtimet e veta, i shenjtë në të gjitha veprat e veta. Zoti u jep dorën atyre që u merren këmbët, i çon ata që rrëzohen. Sytë të gjithëve shpresojnë në ty, ti u jep ushqim në kohën e duhur, ti e hap dorën tënde dhe mbush me të mira çdo gjë të gjallë. I drejtë është Zoti në të gjitha udhët e veta dhe i shenjtë në të gjitha veprat e veta. Zoti është afër të gjithë atyre që e thërrasin, të gjithë atyre që e thërrasin me qiltëri. E plotson dëshirën e atyre që e druajnë, u dëgjon britmën dhe i shpëton. Zoti ruan të gjithë ata që e duan, kurse të paudhët të gjithë do t'i shuaj. Goja ime do t'a shfaq lavdinë e Zotit. Çdo njeri do ta bekoj emrin e tij të shenjtë për gjithmonë e jetë. Lavdio atit e birit të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sytë të gjithëve janë drejtuar me shpresë te ti o Zot. Antifona e tretë. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbret i popujve. Kënga krahasojmë librin e zbulesës, kapitulli 15, himna dhurimi dhe lavdi. Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, o Zot hyj, o i gjithë pushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Kush të mos të druaj ty o Zot, dhe kush të mos e lavdëroj emrin tënd? Ti vetëm i je shenjti.
Të gjitha kombe do të vinë dhe do të adhurojnë para teje. Sepse gjygjet e tua u dëftuan të drejta. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Lehtësimi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 8, rreth 1 deri në 2. Nuk ka tani kurrfarë dënimi për ata që janë në Jezu Krishtin, sepse ligji i Shpirtit Shenjtë që më jep jetën në Jezu Krishtin, më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Përgjigja e shkurtër: Krishti vdiq për mëkatet tona për të na kthyer tek Ati. Krishti vdiq për mëkatet tona për të na kthyer tek Ati. I vdekur në mesh, por i gjallë në shpirt. Për të na kthyer tek Ati. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Krishti vdiq për mëkatet tona për të na kthyer tek Ati. Kënga ungjillore Magnificat, antifona, letë të bjerë në mend o Zot mëshira jote, si u pate premtuar e etërve tanë. Kënga e vizhës së lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej brohorit hyjt shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. Qëse që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrezoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thot. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke e sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Letë të bjerë në mend o Zot mëshira jote, si u pate premtuar etërve tanë. Lutjet e besimtarve, ti lutemi Krishtit në të cilin shpresojnë të gjithë ata që e njohën emrin e tij dhe me besnikëri ti brohorasim. O Krisht ki mëshirë, o Krisht shpëtimtari ynë, dobësi tona na shtyjnë drejt së keqës. Na forco me hirin tënd. O Krisht ki mëshirë, o Krisht ngushëllues i të përvuajturve, ki mëshirë për ne mëkatarët. Bëhu fuqia jo në faljen e mëkateve. O Krisht ki mëshirë, ty mëkati të fyen kurse pendimi të gëzon. Largoje prej na shqidhërimin që e kemi merituar me mëkate. O Krisht ki mëshirë, ti e ke falur gruan së penduar dhe delin e humbur e ke marrë mbi supe. Mos e largo dashurinë tënde prej nesh. O Krisht ki mëshirë, të gjitha atyre që gjatë jetës toksore kanë shpresuar në ty. Hapua derën e parajsës dhe merri në jetën e amshuar. O Krisht ki mëshirë, Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, ardh mbretëria jote, u ban vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. O hyj, ti deshe që biri yt të pësonte për ne mundimet e kryqit, për të na liruar nga pushteti i djallit, bëj që ne shërbëtorët e tu, ta fitojmë hirin e të ngjallurit, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.